Filmi im Yes lindi nga një imazh, shtylla e shoqërisë nga artisti gjerman George Grosz. Aty shfaqen tre figura, një financier, një ushtar dhe një klerik, në një fest groteske. Ata janë shtyllat e një shoqërie të kalbur, përpara se t'i përpinte ferri i nazizmit. Viti është 1926, qyteti Berlin. Edhe pse katastrofa ende nuk ishte ndodhur, piktori e kishte ndjerë që shoqëria ishte e sëmurë. Aty kuptova se edhe në shoqërinë izraelite të sotme, ngjashmëria është rronditëse. Shumë përpara 7 tetorit, shoqëria jon vuante nga një paralizë morale. Disa protestonin, por shumica, përfshirë edhe neve, artistët, heshtnim. Ne që duhet ishim ndër zërat më të zhurmshëm, zgjodhëm heshtjen. Heshtje përballë ndërtimit të një regjimi të mbështetur në diskriminim, në nënçmim dhe dhunë sistematike ndaj palestinezëve. Ne nuk folëm kur u dogjën fushat në gaz, kur u ndërprej energjia elektrike dhe u shkatruan spitalet. Nuk folëm kur fëmijët në Rafah mbeteshin pa ujë dhe kur civilët në Khan Yunis bëheshin shënjestër. Nuk folëm dhe kështu u bëm bashkëfajtor. Jo vetëm ekstremistët janë përgjegjës, por edhe ne që u strukëm në qetësinë tonë. Arti izraelit është bërë pjesë e problemit. Ai nuk reflekton më përballë realitetit, por shpesh e justifikon atë. Ne vendosëm të jemi më shumë izraelit se sa artist, më shumë mbështetës se sa kritik. A nuk është kjo forma më e frikshme e vetcensurës? A mundemi tani të kthejmë kokën pas dhe të themi të vërtetat që i shmangëm? A jemi në gjendje të xhirojmë një film për këtë, jo për të justifikuar, por për të akuzuar? Nuk ka më justifikim. Fjalët nuk do të jenë kurrë të mjaftueshme, por heshtja është vrasëse. Në fund, pyetja që mbetet është kjo: kur do të fillojmë të bërtasim? Një shënim i redaksisë pamfleti. Ky tekst është një thirrje për reflektim kolektiv, jo vetëm për Izraelin, por për çdo shoqëri që mëson të normalizojë padrejtësinë dhe të hesht para krimeve. Shqipëria dhe rajoni i Ballkanit nuk janë të përjashtuar nga ky paralelizëm historik.